Bismillahirrahmanirrahim. Betejë e Bedrit, ndodhi madhore në muajin Ramazan. Në vitin 622 realizohet hijreti i Muhamedit a.s. nga Mekka në Yathrib. Shkaqet që detyruan një shpërngulje të këtij nuk ishin vetëm konsumimi, haxhimi, mundësive dhe kushteve për jetë në Mekë, por njëkohësisht kjo shpërngulje ngërthen në vete dhe thelbin e themelimit të Medinetun Nabawi. Pra themelimin e shoqërisë islame respektivisht vënien e kurthemelit të qytetërimit islam. Tani më Yathribi u bë qytet Medine, në Medinë e cila ndryshe kuptonte qytetin e pejgamberit alayhis salam. Shoqëria islame dita ditës po zhvillohej. I dërguari i Allahut nëpërmjet përpilimit të kushtetutës së Medinës, pra karta e Medinës, marrëdhënieve mes grupeve shoqërore, pra grupeve shoqërore u dha një status juridik. Tani më në vend të ligjit të shkretëtirës dominonte ligji qytetërues, karta e Medinës. Te kjo shoqëri i dërguari alayhis salam munduohet të instalojë një identitet të pavarur nga shoqëritë e tjera. Ndërtimin e këtij identiteti e bën nëpërmjet veprimeve apo sjelljeve të quajtura sunnet. Vendi, qendra e përbashkët e muslimanëve në Medinë ishte mesxhidi. Këtu ishte zemra e qytetit. Vendi i vendimarrjes së muslimanëve. Zemrat që ishin pa kible, ndjenjen e kibles, orientimit e fituan pikërisht. Dhe pra ishte Medinja e cila mori një organizim shumë të madh dhe nga ana tjetër na kujtohet idhujtarët e Mekës, shpërnguljen e Muhamedit alayhis salam nuk e konsideruan shpëtim prej tij. Me që pejgamberi i cili në Medinë kishte ndërtuar një shoqëri, tani më ishte më i rrezikshëm sipas idhujtarëve Mekas. Kështu që në vitin e dytë hijri, respektivisht me 17 Ramazan, ndodhi një ngjarje që ndryshoi rrjedhët e historisë. Kjo ishte një fitore historike, por që është më e rëndësishme. Wahi, shpallja, ndërtoi moralin, etikën e gallënimit. Një ndër ajetet e surës Enfal ndërton kodet e sjelljes së fitimtarit, është dhe ajeti në vijim. Sigurisht nuk ishit ju që i vrat ata, por i vrau Allah. Burgjuje nuk ishe ti Muhammed që gjuje, po ishte Allah. Ai që gjunte me qëllim që të bënte besimtarve një dhuratë të bukur, vërtet Allahu dëgjon dhe di çdo gjë. Surja Enfal ajeti 17. Pra që nga dhënimtari mos futet në psikologjinë se ai është gjithçka dhe pastaj të egërsohet apo të marrë dipare tirani, Wahi shpallja i thotë se ti fituar nga dhënimin e arrite me dije, fuqi dhe mundësinë që të dha Allah. Padyshim se fuqia i takon Allahut, la hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. S'ka forcë as fuqi më të madhe se fuqia e Allahut te bareke ve taala. Padyshim se betejë e Bedrit është betejë e ngallënimit, është betejë e fitores madhore të muslimanëve. Pikërisht Wahi këtë e bën, pra nga se edhe në kohën kur ndodhi Bedri, por edhe sot e kësaj dite, bota është privuar nga kodi etik i luftës. Në fakt, edhe atëherë, por edhe sot ekzistojnë rregulla dhe konventa të ndryshme që i kanë përpiluar njerëzit për kodet e luftës, sepse në Bedër u vendos që mos të prisheshin pemet, mos të mbyteshin gratë, fëmijë, mos të torturohesh, pra të luftohej ushtari me ushtar, burri me burr, pra në mejdan. Surja Enfal ashtu parashtron çështjen e trajtimin e të plagosur robëve kështu me radhë, si dhe plaçkën e luftës. Pyesim ty o Muhammed për plaçkën e luftës, thuaj plaçka e luftës i përket Allahut dhe dërguarit. Prandaj friksioni Allahut, rregulloni marrëdhënien midis jush dhe bindjeni Allahut dhe dërguarit të tij, nëse jeni besimtar të vërtetë. Pra në Bedër fituan muslimanët, një ngjarje e madhe ku ndryshoi rrjedhën e historisë së njerëzimit. Allahu te bareke ve taala tregon ta dini se çfarë do që të fitoni si plaçkë lufte, 1/5 i takon Allahut, dërguarit dhe farfisit të tij, jetimëve të varfërve dhe udhëtarit që kanë ngelur në rrugë, nëse besoni në Allahun dhe në atë që ja kemi shpallur robit tonë në ditët e fitores, luftën e Bedrit. Atë ditë kur u ndeshën dy ushtritë, vërtet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Nëse ata shfaqin prirje për paqe, atëherë edhe ti anon nga ajo dhe mbështetu tek Allahu, sepse vërtet ai dëgjon dhe di gjithçka. Por nëse ata synojnë të mashtrojnë, të mjafton Allahu si mbrojtës, ai të ka forcuar mendimin e tij dhe me besimtar. Në kuadër të ndërtimit të moralit të luftës është edhe ajeti në vijim që thret njeriu të jetë vigjilent përballë kërkesave dhe ambicieve të përbotshme. Lakmit të cilat mund ta mashtrojnë dhe për pasojë të përfundojnë në tradh. Në fakt, ky ajet ka për qëllim të ndërtojë një ndërgjegjje aktive, e cila do të jetë mbështetja më e madhe e moralit të luftës. Përsëri në surën Enfal, ajeti 27-28 thotë Allahu i Madhëshëm, o besimtar, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin, mos i tradhtoni amanetet me vetdije. Ta dini se pasuria juaj dhe fëmijët e juaj janë vetëm sprovë dhe se vetëm tek Allahu është shpërblimi i madh. Kurani ditën e ngallënimit në Bedër e quajti me të njëjtën cilësi që veç shpalljen e qua, pra Yaumul Furqan, surën Enfal ajeti 41. Ditën në cilën prerësi u nda e vërteta nga e pavërtetë. Allahu i Madhëshëm thot bindjuni Allahut dhe dërguarit e tij dhe mos u ngrini ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin dhe t'ju lërë fuqia. Bëhuni të durueshëm se Allahu me të vërtetë është me të durueshmit, surja Enfal ajeti 46. Pastaj ajeti në surën Insan ajeti 8-9, ata i ushqejnë të varfrit, jetimet dhe të zënët rob, edhe pse vet janë nevojtar. Në një fjalë, ngjarja e Bedrit i mësoi njerëzit moralin e luftës, por njëkohësisht edhe luftën për moralin. Thënjet e dërguarit duke u kthyer nga Bedri
Tani po kthehemi nga xhihadi i vogël në xhihadin e madh, nga përpjekja e vogël në përpjekjen e madhe. E quajti luftën kundër së keqes së brendshme. Bedri ishte një fitore epokale. Ishte hapi i parë i mira fitoreve që do vazhdojnë gjatë historisë së qytetërimit islam. Andaj shikuar nga perspektiva bashkëkohore, duhet analizuar mirë rrethanat që shpihen në këtë fitore madhështore. Në këtë fitore u arritën suksese të mëdha dhe pejgamberi islam i pozicionoi ushtrinë dhe ata ju bindën urdhëresave të komandës. Ata arritën pra sukses sepse ishin të koordinuar mes njëri tjetrit dhe ju bindën urdhnave të Zotit. Edhe pse ata ishin pak në numër, ata me lejen e Zotit arritën fitoren. Vërtet mendoj njerëzit se do të lihen të thonë ne besojmë pa u vënë në provë. Ne kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre në mënyrë që Allahu të dallojë ata që thonë të vërtetën dhe ata që gënjejnë. Pra, betejë e Bedrit ishte një betejë e fitores së madhe tek besimtarët, e fitores ndaj të pavërtetës, ndaj shirkut, ndaj politeizmit, ndaj asaj që adhuroheshin 360 statuja të rrejshme dhe i bënin zotra. Dhe ishte fitore ndaj asaj që mushrikët i dhujtar varrosnin vajzat në dhepër së gjalli. Pra ishin tradita dhe shirkijate dhe bestytni të kota, të cilat pra poshtën me lejen e Zotit dhe erdhi e vërteta, që është dashuria ndaj nëns, babait, adheut, ndaj vajzës, ndaj djalit, respekti ndaj fëmijëve, nderimi i vajzës dhe privilegjimi i saj me shkollim, edukim dhe dashuri prindërore.